Policia rrugore në Vlorë dhe në Sarandë vijon kontrollet 24/7 në të gjitha akset rrugore në kuadër të masave të shtuara për rritjen e sigurisë rrugore dhe parandalimin e aksidenteve. Kontrollet janë përqendruar në akset urbane dhe zonat me qarkullim të dëndur të mjeteve dhe të këmbësorëve, duke përfshirë testet e alkoolit, verifikimin e dokumentacionit të mjeteve, përdorimin e celularit, vendosjen e kaskës mbrojtëse dhe rripit të sigurimit. Gjatë periudhës 1 deri në 20 tetor 2025 janë arrestuar, proceduar penalisht 25 drejtues mjetesh, 14 të arrestuar në flagrancë për drejtim mjeti në gjendje të dehur, 2 të proceduar në gjendje të lirë për drejtim mjeti në gjendje të dehur dhe 9 për drejtim mjeti pa leje drejtimi. Janë vendosur 5005 masa administrative, ndërto 1455 për te i kalim të shpejtësisë, 430 për mosvendosit të kaskës mbrojtëse, 354 për mosvendosit të rripit të sigurimit, 127 për përdorim të celularit gjatë drejtimit të mjetit dhe 2639 për shkelje të tjera të kodit rrugor. Janë bllokuar 27 patina, mjete elektrike lëvizëse. Policia rrugore e Vlorës apelon për të gjithë drejtuesit e mjeteve që të zbatojnë me rigorozitet rregullat e qarkullimit rrugor, të shmangin parakalimet e gabuara, përdorimin e celularit gjatë drejtimit dhe drejtimin e mjeteve nën efektin e alkoolit.